Të nderuar pjesëmarrës, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë e çeljes së Javës Globale të Parasë për vitin 2026. E koordinuar nga Rrjeti Ndërkombëtar për Edukimin Financiar të OECD-s, kjo javë është një festë mbar botërore e parasë, e cila synon të ndërgjegjësojë fëmijët dhe të rinjt për të qenë qytetarë të ardhshëm, të përgjegjshëm dhe të aftë të marrin vendime financiare të mirëmenduara. Gjatë kësaj jave, institucionet dhe organizata në mbar botën organizojnë aktivitete të larmishme edukative, ndërgjegjësuese, por edhe frymëzuese, me qëllim përfshirjen e një numri sa më të lartë nxënësish dhe studentësh për t'i edukuar ata financiarisht. Tema e sivjetshme e përcaktuar nga OECD-ja është Smart Money Talks, e cila i fton të rinjt të flasin dhe të mbajnë biseda të hapura rreth parasë dhe financave. Jeta financiare të rinjve përfshin një sër vendimesh, që nga fitimi parave të para, tek administrimi i shpenzimeve, përdorimi i produkteve financiare, si dhe nga mbrojtja nga mashtrimet. Shpesh, menaxhimi i financave mund të duket i ndërlikuar dhe stresues. Prandaj, ne i ftojmë të rinjt që të flasin me personat e duhur më shumë për çështjet financiare. Ndarja e përvojave dhe bisedat me njerëzit e duhur mund të ndihmojnë ata të zhvillojnë aftësitë e tyre për të menaxhuar paratë me mençuri. Edukimi financiar ofron mjetet për të ndërtuar zakone të shëndetshme financiare dhe për të shmangur gabimet me qëllim fuqizimin e të rinjve për të marrë në dorë mirëqenien e tyre financiare. Nga ana tjetër, si vjet përfaqëson edhe një jubile të rëndësishëm për vendin tonë. Si vjet, ne kremtojmë 100 vjetorin e monedhës tonë kombëtare. Pikërisht për të nderuar këtë përvjetor, ne kemi përgatitur një video të shkurtër e cila tregon gjithë historikun e zhvillimit të parasë në vendin tonë. Ju ftojmë ta ndjekim. Një monedhë është shumë më tepër se një mjet pagese. Ajo është kujtesë historike, besimi ndërtuar ndër vite dhe shprehje e identitetit kombëtar. Monedha shqiptare ka materializuar fuqinë e shtetit dhe aspiratën e shoqërisë sonë për stabilitet dhe zhvillim. Pas themelimit të Bankës Kombëtare në vitin 1925, një vit më vonë, në vitin 1926, Shqipëria hodhi një hap vendimtar në konsolidimin e sovranitetit të saj monetar, duke vendosur në qarkullim monedhën kombëtare të emërtuar në atë kohë, frangu ar. Ky ishte momenti kur ekonomia shqiptare mori një formë të qartë institucionale dhe një simbol të përbashkët të vlere. Me kalimin e kohës, sistemi monetar u konsolidua përfundimisht rreth lekut, i cili në vitin 1947 u përcaktua si njësia baze e monedhës kombëtare dhe vijon të jetë edhe sot simboli i qëndrueshmërisë dhe identitetit ton monetar. Çdo kartmonedhë dhe çdo monedhë metalike është bartëse jo vetëm e vlerës ekonomike, por edhe e gjurmëve të kohës, të kulturës dhe traditës sonë. Monedha kombëtare ka shoqëruar çdo etapë të historisë sonë, ka kaluar në periudha transformimesh të thella dhe ka reflektuar ndryshimet politike, shoqërore dhe ekonomike, duke ruajtur vijimsinë e saj në jetën e përditshme të qytetarëve. Në këtë rrugtim shekullor, Banka e Shqipërisë ka qenë garantja e stabilitetit monetar. Ajo ka vepruar nën pothuajse të gjitha regjimet monetare, nga standardi i arit, te kontrolli i fortë i planifikimit të centralizuar, e deri te kornizat monetare të politikës monetare dhe synimit të stabilitetit të çmimeve. Përmes çdo tranzicioni, ajo është përpjekur të ruajë rolin e vet si një institucion i qëndrueshëm në rrethana shpesh të vështira, hera herës të jashtëzakonshme. Me përgjegjësi dhe profesionalizëm, banka ka siguruar emetimin e paras, ruajtjen e vlerës së saj dhe funksionimin normal të sistemit monetar. Evoluimi i dizajnit, teknologjisë dhe elementeve të sigurisë ka reflektuar progresin institucional dhe modernizimin e vendit. Sot, në një realitet të shënuar nga inovacioni dhe digitalizimi, roli i monedhës po evoluon. Format e pagesës po modernizohen, por parimet mbeten të pandryshuara. Stabiliteti, siguria dhe besimi. Leku, si monedha jonë kombëtare, vijon të jetë një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë shqiptare dhe një simbol i vazhdimësisë sonë monetare. Viti 2026 shënon një shekull monedhë kombëtare, 100 vjet histori, përgjegjësi dhe besim të ndërtuar ndër breza.
110 monedhë kombëtare përfaqëson një histori besimi e ndërtuar me përkushtim dhe breza. Kjo histori dëshmon rrugtimin e një vendi që përmes sfidave dhe transformimeve ka ditur të ruajë stabilitetin monetar dhe besueshmërinë e institucioneve të tij. 100 vitet e monedhës kombëtare nuk janë thjesht një përvjetor, janë dëshmi e qëndrueshmërisë dhe e vizionit për të ardhmen, një histori që vazhdon. Banka e Shqipërisë, i shërbejmë stabilitetit, besimit dhe zhvillimit të vendit. Nën sloganin flasim zgjuar për paran, 100 vjet monedhë kombëtare, si vjet është viti 12 që Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shoqatën Shqiptare të Bankave, por edhe partnerë të tjerë të shumtë, organizon aktivitete edukative duke u bërë pjesë e kësaj nisme ndërkombëtare. Kam kënaqësinë të flas guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zotin Ken Seiko, për të mbajtur një fjalë përshëndetëse. Të nderuar pjesëmarrës, është një kënaqësi që të hapim sot javën globale të paras. Ky është një aktivitet që Banka e Shqipërisë organizon çdo vit me të rit e shkollave 8 vjeçare të mesme, por dhe universitetet, në funksion të objektivave tonë kryesor si bankë qendrore, që është edukimi financiar dhe përfshirja financiare. Këtë vit, sikurse u përmend, slogani që ne kemi zgjedhur si bankë qendrore është flasim zgjuar për paran, 100 vjet monedhë kombëtare. Kemi zgjedhur këtë slogan pasi në vitin 1926 ne Shqipëria për herë të parë ka lançuar monedhën e saj kombëtare, pasi në vitin 1925 është themeluar Banka e Shtetit Shqiptar, pra Banka e Shqipnisë në atë kohë, dhe ne jemi në momentet e festimit të përvjetorëve të 100 vjetorit të Bankës Qendrore dhe në këtë vit në 2026 në 100 vjetorin e monedhës tonë kombëtare. Në këtë kontekst ne kemi lidhur historinë e monedhës kombëtare, historinë monetare dhe financiare të shtetit shqiptar, të Shqipërisë, me aktivitetin tonë të edukimit financiar që bëhet për të rit. Sikurse kemi theksuar çdo vit, edukimi financiar është një element shumë i rëndësishëm në kuadrin e edukimit të përgjithshëm të popullatës, pasi ka të bëjë me mirëqenien e popullatës, me mirëqenien e shoqërisë. Sikurse është vlerësuar dhe studiuar nga institucione ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe të tjera, pjesëmarrja dhe puna me institucionet financiare, me bankat, formalizimi ndikon në zbutjen e pabarazisë shoqërore, ndikon në rritjen e mirëqenies ekonomike. Në këtë kontekst dhe ne si Bankë Qendrore, në bashkëpunim me institucionet tjera, kryesisht Ministrinë e Arsimit, por dhe bankat komerciale që operojnë në vend dhe faktorë të tjerë ndërkombëtar, të cilët na mbështesin në këtë iniciativë, organizojmë këtë javë e cila nuk është thjesht një javë, është më gjerë se një javë dhe konsiston në disa aktivitete konkrete, hapen sot me disa konkurse për punimet më të mira, për videot më të mira që ne do t'i shohim më pas dhe vazhdojmë me leksione dhe takime me shkolla të ndryshme dhe me grupe të rish në të gjithë Shqipërinë, në mënyrë që të informojmë sa më shumë, të sqarojmë sa më shumë se cilat janë avantazhet e edukimit financiar. Edukimi financiar është element shumë i rëndësishëm i cili i shërben të rive për të marrë informacionin e duhur, për të ardhmen e tyre në jetë, për të kuptuar se si duhet vepruar me kursimet dhe me investimet, se si duhet vepruar me paran, në mënyrë që të ketë përfitueshmëri sa më të mirë dhe mirëqenie sa më të mirë. Ajo që do doja të theksoja është që risia e kohëve moderne, e kohëve që ne jetojmë sot, është digitalizimi, modernizimi i sistemit bankar, modernizimi i sistemeve të pagesave, ku ne si Bankë Qendrore po bëjmë një punë të konsiderueshme në bashkëpunim me sektorin financiar në mënyrë që aktivitetit financiar, transaksionet financiare të jenë gjithmonë sa më shumë digjitale, sa më moderne. Pa shkuar në detaje, pasi ne kemi miratuar një ligj dhe kemi zhvilluar tregun ton financiar, thjesht do doja të informoja që ka një avancim, ka një progres të konsiderueshëm në transaksionet financiare të kryera nëpërmjet kanaleve digjitale ose kartave. Kjo tregon që qytetarët shqiptar gjithnjë e më shumë
po ambientohen me transaksionet bankare në rrugë digjitale, me format moderne të pagesave, dhe ky është një fakt pozitiv pasi jo vetëm që ndikon në rritjen e formalizimit të ekonomisë, po njëkohësisht mbron dhe përdoruesit, qytetarët dhe bizneset nga shmangja e keshit dhe nga përdorimi, nga ulja e komisioneve, nga përfitueshmëria që sjellin përdorimi i kanaleve digjitale. Në këtë kontekst, unë besoj që edhe gjatë kësaj jave globale të paras që ne e quajmë, do të kemi disa aktivitete ku do të shpjegojmë se si punohet më mirë me bankingun digital, se cilat janë avantazhet e përdorimit të celularit dhe formave të tjera digjitale në transaksionet bankare. Unë do doja të falenderoja shumë Ministrinë e Arsimit që përfaqësohet sot nga zëvendës ministrja, e cila është prezent. Do doja të falenderoja partnerët tanë, bankat tregtare, të cilat përfaqësohen nga drejtorët e përgjithshëm që janë sot këtu dhe kanë për të komunikuar më pas disa çmime. Puna e tyre e përditshme është jo vetëm biznes, por dhe pjesë e edukimit financiar, është dhe pjesë e kësaj iniciative e cila është e përmbledhur në një javë ose në një muaj, por në fakt ushtrohet gjatë gjithë vitit. Do dua të falenderoj gjithashtu dhe partnerët tanë ndërkombëtar, Bankën Botërore që na mbështet, Junior Achievements in Albania, Agjencinë e Sigurimit të Depozitave dhe çdo partner tjetër që ndikon dhe koordinon në punën që bën Banka e Shqipërisë për edukimin financiar të popullatës. Ju falenderoj shumë dhe uroj që të kemi një javë sa më suksesshme dhe aktivitetet të jenë sa më frytëdhënëse. Faleminderit. Ftoj sekretarin e përgjithshëm të Shoqatës Shqiptare të Bankave, zotin Spiro Brumbulli, të përshëndesë aktivitetin. Faleminderit, i nderuar zoti guvernator, i nderuar zëvendës ministri i Arsimit, të dashur nxënës, nxënëse, mësuese, të nderuar koleg, përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Unë kam shumë për kënaqësi sot që në emër të industrisë bankare të përshëndes jo vetëm të gjithë ju që jeni në sallë, por dhe të gjithë të tjerët që janë pas nesh dhe pas jush, dhe që u mbështesin dhe që kanë kontribuar shumë për të qenë sot në këtë ditën e parë të hapjes së javës globale të paras, prezent me kontributin, angazhimin me idetë dhe krimet tuaja. Ne festojmë këtë javë globale të paras sot, kur më shumë se kur në gjithë sektorin financiar flitet për përmbysje të mëdha. Pra flasim për një lloj bankingu që nuk ka ekzistuar më parë, që sot është në një model të përzier sa nga e vjetra dhe sa nga e reja, por me siguri kur ju të rriteni pas 10-15 vjetësh nuk do këtë mbetur gjë nga kjo e shkuar. Dhe ju do jeni bankierët e rinj, ku nuk do të keni monedhë në duar, edhe pse sot keni paraqitur mjaft punime me monedhën, por do të jeni të digitalizuar. Online, ashtu siç keni qef që çdo gjë me celularin, me kompjuterin tuaj t'i bëni, edhe në fushën e financave do jeni dëshmitarët e përmbysjes së madhe. Por, në këtë kuadër të javës së paras, ndërsa ne flasim për kursimet, flasim për vlerën e investimeve, të njohim të ardhurat dhe shpenzimet, sot nuk mjafton vetëm kaq. Sot, kur teknologjia i ka dhënë kaq shumë mundësi ekonomisë të përmirësohet, të ndryshojë, të zhvillohet, dhe kur sektori bankar gati është në një model krejtëri, pagesat janë vetëm një klik larg. Aplikacione të shumta financiare vinë në ndihmë që nga hapja e llogarisë, nga nënshkrimi elektronik e plot risi të tjera, sigurisht që të gjitha këto njohuri shoqërohen edhe me një kërkesë tjetër shumë domethënëse. Mbrojtjen, sigurinë, luftën kundër mashtruesve dhe krimit kibernetik. Ne deri tani me metoda tradicionale e mësuar që një portofol ku mbajmë paratë dhe mund të na humbas dhe mund të na i vjedhin. Por nëse në llogarinë tonë në online, në digital, vendosim të ndajmë passwordin tonë, të lëm hapur në ambiente që nuk janë të sigurta, atëherë llogaria jonë fluturon. Ndërsa një pagesë është vetëm një klik larg, po kaq larg janë edhe mashtruesit. Një klik janë që të futen në llogarinë tonë dhe të marrin paratë dhe të luajnë për hesab të tyre me paratë tona. Kështu që
Ajo që ne përkujdesemi në këtë javë të paras në mënyrë të veçantë nuk është vetëm të theksojmë ndërgjegjësimin dhe edukimin me njohuritë e financës, por të gjitha këto t'i shoqërojmë edhe një mbështetje më shumë në kuadrin e mbrojtjes dhe sigurisë, sepse bota digjitale ka rregullat e veta. Ashtu sikurse deri sot jemi mësuar që edhe me biçikletë ecim sipas disa rregullave, kur dalim në rrugë të respektojmë semaforët, edhe në botën financiare, në kuadrin e digitalizimit, duhet patjetër që të njohim rregullat se si duhet të hapim në llogari, si duhet ta mbrojmë, si duhet të mos e ndajmë me të tjerët, ku duhet futemi në çfarë faqe, ku duhet bëjmë pagesat e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuadër ndjem vërtet i nderuar që me këto mesazhe kaq domethënëse dhe me këtë kontribut, këtë pjesëmarrje kaq të madhe këtë vit, po që edhe me bashkëpunimin e institucioneve si asnjëherë tjetër, në mënyrë të veçantë me Bankën e Shqipërisë, si shoqatë e bankave, me Ministrinë e Arsimit, i kemi dhënë edhe shtrirje aktiviteteve, pra nuk mbarojmë sot fillojnë, sepse shpallen fituesit dhe unë përgëzoj 5 bankat që kanë mbështetur të 5 konkurset e shpallura, Banka Kombëtare Tregtare, Credit Bank, Tirana Bank, Union Bank dhe ProCredit Bank, por gjithashtu edhe Raiffeisen Bank që do bëj të mundur pjesëmarrjen e ekipit fitues të kujtësit të paras në konkurimin në nivel europian në Bruksel në 18-19 maj dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave që mbështet konkurimin kombëtar në datën 26 mars pra javës tjetër. Kështu që sikurse përmendi dhe guvernatori, janë shumë aktivitete të tjera që po zhvillohen, sepse detyra jonë është sa më shumë ndërgjegjësim, sa më shumë edukim me njohuri financiare, por këto mesazhe të shkojnë edhe në institucionet e tjera, ku realisht edukimi nuk bëhet thjesht me një aktivitet si ky i sotmi, po kërkon një sistem i cili duhet të përmirësohet dhe më shumë të konsolidohet në njohuritë e vazhdueshme që në klasat e para dhe derisa mbarojnë klasat e mesme. Ju falemnderit të gjithëve dhe në të ardhmen sa më shumë prej jush të jenë bankierë të rinj. Faleminderit. Dhe në fund kam kënaqësinë të ftoj zëvendësministren e Arsimit, zonjën Herida Duro, të përshëndes aktivitetin. Faleminderit. Të nderuar zoti guvernator, të nderuar përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, përfaqësues të shoqatës shqiptare të bankave, përfaqësues të institucioneve partnere, mësues, të nderuar nxënës dhe të rinj. Kam kënaqësinë t'ju përshëndes në kuadër të aktiviteteve të javës globale të paras 2026, një nismë e rëndësishme ndërkombëtare që synon të forcojë edukimin financiar të fëmijëve, por dhe të rinjve. Kjo javë përbën një mundësi të vyer për të reflektuar mbi rëndësinë që ka njohja dhe menaxhimi i financave personale në jetën e çdo qytetari. Motoja e këtij viti, flasim zgjuar për paran, na kujton se edukimi financiar nuk është vetëm një aftësi teknike, por dhe një kulturë që duhet të ndërtohet që në moshë të hershme. Dhe shkolla këtu ka një rol thelbësor në këtë proces, duke i pajisur nxënësit me njohuri dhe aftësi që i ndihmojnë të marrin vendime të informuara për të ardhmen e tyre. Fakti që aktivitetet e këtij viti zhvillohen dhe në kuadër të 100 vjetorit të monedhës shqiptare, i jep kësaj nisme një dimension edhe më të veçantë. Historia e lekut është një pjesë e rëndësishme e historisë tonë ekonomike dhe institucionale dhe njohja e saj i ndihmon të rinjt të kuptojnë më mirë në zhvillimin e vendit dhe sfidat e ekonomisë moderne. Po përmes konkurseve krijuese, projekteve, por dhe aktiviteteve edukative që organizohen gjatë kësaj jave, nxënësit dhe studentët jo vetëm që thellojnë njohuritë e tyre mbi financat, por dhe do të shprehin kreativitetin dhe vizionin e tyre për të ardhmen. Edukimi financiar është tashmë pjesë e kurrikulës në sistemin tonë arsimor, i integruar në disa lëndë dhe në disa aktivitete mësimore, që nga arsimi fillor e deri në arsimin e mesëm. Përmes këtyre programeve, nxënësit tani janë gradualisht me konceptet bazë të menaxhimit të parave, kursimit dhe përgjegjësitë financiare. Nisma si java globale paras se pasurojnë këtë proces duke bërë mësimin më praktik, më kreativ dhe më të afërt me jetën reale të rinjve. Në emër të Ministrisë së Arsimit, dëshiroj të falenderoj Bankën e Shqipërisë dhe të gjithë partnerët në bashkëpunimin e vazhdueshëm në promovimin e edukimit financiar në shkolla. Njëkohësisht inkurajoj çdo nxënës dhe student që të marrin pjesë aktivisht në këto iniciativa dhe të shfrytëzojnë çdo mundësi për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si funksionon ekonomia dhe se si mund të menaxhojnë me mençuri burimet e tyre. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të ndërtuar një blezë të ri, më të informuar, më të përgjegjshëm, por dhe më të përgatitur për sfidat e financiare të së ardhmes. Ju falemnderit dhe uroj suksese në të gjitha aktivitetet e javës paras globale. 2026. Falemnderit.
Dhe për të vijuar me ceremoninë e sotme, do të kalojmë tek shpërndarja e çmimeve për 5 konkurset e para të shpallura me rastin e javës globale të paras. Konkursi i parë i dedikohej fëmijëve të klasave të treta. Ne i ftuam ata të vizatonin një kartë monedhë imagjinare me temën 100 vjet monedhë kombëtare. Duke i dhënë shumë pak instruksione, thjesht që të përdornin simbolik kombëtare, ndoshta numri 100 dhe gjëra të tjera, dhe kjo është thjesht një krijimtari e tyre. Fituesit me shumë vështirësi, në konkurim u paraqitën rreth 475 vizatime të realizuar nga nxënës të 75 shkollave 9-vjeçare të vendit. Për zgjedhja e fituesve ishte mjaft e vështirë dhe u realizua nga institucionet organizatorë të javës së paras në bashkëpunim me Bankën Procredit, e cila mbështet dhe sponsorizon çmimet për fituesit. Atëherë, 10 fituesit janë, unë postohem që të shikojmë ndërkohë edhe vizatimet në ekran. Atëherë, Etien Hoxhalli nga shkolla 1 Maj, klasa e 3. Steven Dilka nga shkolla Pandelicale në Korçë, klasa e 3. Jaroslav Sinenko nga shkolla Albanian International School, klasa e 3. Muza Sulaj nga shkolla Dëshmorët e Lirisë. Marisena Fataj nga shkolla Kongresi Manastirit Ysberisht. Deni Xhaxhe nga shkolla Kosova. Alisa Tarelli nga shkolla Skënder Libohova Lushnja. Nikol Ikonomi nga shkolla Sabaudin Gabrani. Darla Domi nga shkolla Katundi Ri. Dhe Arbias Gorezi nga shkolla Hasan Prishtina. Atëherë, ftoj të gjithë nxënësit fitues, që sapo pam punimet e të cilëve sapo i pam në sken, të vinë këtu, si dhe kam kënaqësinë të ftoj për të dhënë çmimet e konkursit drejtorin e përgjithshëm të Bankës Procredit, zotin Mirsad Haliti. Si e po patjetër do takon. Sa të mirë. Që se puni të thoni 2 fjalë. Ku e ke vizatimin? Okej. Përshëndetje të gjithëve. Për neve është kënaqësi e veçantë që ndoshta pjesën më kreative të këtij aktiviteti na ka rendi me sponsorizu. Kështu që pa humbur kohë, po vazhdoj me shpërndarjen e çmimeve. Arbias Gorezi.
Atëherë, le të kalojmë te konkursi I dytë. Konkursi I dytë ftoi nxënësit e klasave të 4 të realizonin projekte së bashku, pra të gjithë klasa së bashku në drejtimin e mësueses. Projekti mund të ishte I dy natyrave, mund të ishte fizik, pra si një kënd edukativ në klas apo në shkollë, ose interpretativ, pra një shfaqje, një interpretim. Dhe ky duhet të ilustroj përmes një videoje të shkurtër, 1 minutë e gjysmë, dhe të na dërgohej në adresë të Bankës së Shqipërisë. Gjithsej në konkurim u paraqitën 52 projekte, të realizuara nga rreth 1500 nxënës të 43 shkollave nëntëvjeçare të vendit. Përzgjedhja e fituesve u realizua nga institucionet partnere në organizimin e javës së paras dhe të Bankës Credins, e cila mbështet këtë konkurs dhe sponsorizon çmimet për fituesit. Le të shikojmë projektin e parë fitues, I cili është realizuar nga nxënësit e klasës së 4A të shkollës Vasil Shanto. Mirë erdhët të Muzeun e Lekut. Ne jemi klasa e 4 dhe sot të tregojmë historinë 100-vjeçare të parasë shqiptare. Në këtë muze do të shohim të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e Lekut. Para shumë vitesh njerëzit shkëmbenin marra me njëri tjetrin. Për shembull, kemi ngruar dhe merrni rroba. Kjo kishte vështirësi. Prandaj u krijua paraja. Shqipëria krijoi monedën e saj, lekun. Moneda dhe ka moneda. Në to shohim figura të rëndësishme të vendit tonë. Ato tregojnë historinë dhe kulturën. Para përfaqësojnë punën e njerëzve. Njerëzit e mençur e kursejnë një pjesë të parave. Edhe fëmijët mund të kursejnë. Pa çdo javë shumë në fund të vitit. Kursimi na bën të sigurt. Kursimi është I rëndësishëm dhe na ndihmon kur kemi nevojë. Por nëse paratë qëndrojnë në vend, ato nuk rriten. Kur I përdorin paratë me kujdes, ato mund të punojnë për ne. Për shembull, të krijojmë diçka që na sjell të ardhurat, kjo quhet investim. Banka e Shqipërisë është vendi ku ruajmë paratë të sigurta. Aty mund të depozitojmë kursimet. Banka na ndihmon të mësojmë të kujdesemi për paranë. Sot mund të paguajmë me kartë ose telefon, kjo quhet para digjitale, por duhet jemi të kujdesshëm, nuk japim fjalkalime në internet. Paraja është e rëndësishme, por duhet përdorur me mençuri. Flasim zgjuar për paranë. Projekti I dytë fitues I konkursit për klasat e 4 është ai realizuar nga klasa e 4 e shkollës Farke Vogël në drejtimin e mësuese Gjimnazie Haxhiu. E ndjekim. Në këtë shport kam lekun ndër vite e lekun e së ardhmes dhe disa thënie për lekun. A mund ta lexoj një thënie unë? Po, patjetër. Nga thënësia e kohës të ëndra tona, 100 vjet monedë shqiptare. Në çdo rrënje një histori, në çdo deg një sotme, në çdo lule një ëndër. Kjo është tema e lekut shqiptar. 100 vjet më parë lindi dhe sot lulëzon në sytan. 1926 Leku I parë shqiptare. 100 vjet më vonë rrënjët janë ende të fortë. Trungu është leku I sotëm, ai na mban të bashkuar sikur pema që rritet. Lullet jemi ne fëmijët, një ditë në lek do të shkohet emri ynë. 100 vjet histori, 100 vjet prenari, 100 vjet lek dhe levator me digitalizimin. Projekti I radhës fitues është realizuar nga klasa e 4 e shkollës Pano Nikola Meniko Himar në drejtimin e mësuese Klaudia Prifti. E ndjekim. Shumë, një pasuri, sa lek pra,
Si aparat? I fut brenda dhe nuk i prek fare. E vështirë kjo. Sa para ke kursuar? 20.000 lekë. Çfarë? Ti je milionere. Jo, jam kursimtare. Para duhet përdorur me mend. Dhe duhet kursim. Kurse sot e bli nesër. Projekti i radhës fitues është ai realizuar nga klasa e 4 e shkollës Myredim Bashalli, Lin Pogradec, në drejtimin e mësuese Marinela Molla. E ndjekim. Gjithçka nisi në vitin 1926 për lindi leku. Emri i tij është vënë nder këtë lek duke gjimi. Në këtë vit monedhat kanë quajtur franga ar. Për 100 vite leku ka qenë simboli ynë. Dhe tash ndret figurat tona më të ndritura. Leku ka ndryshuar pamjen për një verë. Në vitin 1964 monedha u mor formë të re. Skënderbeu është mbajtësi i kanë monedhave tona. Sot kemi lek modern nuk griset. Shikoni sa bukur shkërqesa si ajre. Java paras me mësuj të kujdesemi për lekun. Të kursesh sot do të thotë fitosh nesër. Dhe kursi kursimit të shakoj më e mirë. Ne jemi kursimtarë të legjit të Shqipërisë. Leku ynë është pasuria e të gjithëve. Përshëndetje nga klasa e 4 shkolla Myredim Bashalli. Klasa e 5 fituese e këtij konkursi është klasa e 4 e shkollës 9-vjeçare Çuk, në drejtimin e mësuese bukurie me mushaj. Ndjekim projektin e tyre. Të nderuar anëtar të jurisë, prindër dhe nxënës, sot klasa jone e 4 sjell para jush një udhtim në 100 vite histori të monedhës son kombëtare. Leku shqiptar i krijuar në vitin 1926 është simbol i shtetit, i ekonomisë e identitetit ton. Përmes këtij projekti nxënësit kanë mësuar jo vetëm historinë e paras, por edhe vlerën e përgjegjësisë dhe krenarisë kombëtare. Ju ftoj të ndiqni prezantimin ton. Faleminderit. Lekut, 1926 krijohet monedha kombëtare shqiptare. 1947 dalin seri të reja monedhash dhe kartmonedhash. 1992 ndryshime të reja pas vendosjes së demokracisë. Sot, përdorimi i monedha dhe kartmonedha moderne me elemente sigurie. Institucioni që kujdeset për prodhimin dhe sigurinë e paras është Banka e Shqipërisë. Sot do të flasim për 100 vjetorin e lekut shqiptar. Ne e krijuam lekun që Shqipëria të kishte monedhën e saj. Leku na ndihmon të blejmë ushqime dhe gjëra të nevojshme. Leku është simboli i vendit tonë. Është më shumë se para, ai është histori, ai është pavarësi, ai është identiteti ynë. Për 100 vite ai ka qenë pjesë e jetës së çdo shqiptari. Ne nxënësit e klasës së 4 jemi krenar për monedhën tonë kombëtare, gëzuar 100 vjetor. Kam kënaqësinë të ftoj në skenë fituesit e këtij konkursi, si dhe drejtorin e përgjithshëm të Bankës Credins, zotin Maltin Korkuti. Përshëndetje të gjithëve, është një kënaqësi e veçantë që të shohësh gjithë nxënës të talentuar që kanë bërë punimet e tyre për paran. Falenderoj dhe Bankën e Shqipërisë për mundësinë që na dha të bëhemi pjesë e këtij organizimi dhe i uroj gjithë nxënësit suksese në te. Janë dhe disa certifikata dhe disa dhurata të vogla. Atëherë, kjo certifikat i jepet shkollës 9-vjeçare Vasil Shantor në Tiranë për ky çmim kolektiv. Atëherë, kush është nga shkolla? Si jeni? Mësuesja në Moshe. Faleminderit. Një çmim tjetër jepet shkollës 9-vjeçare Çuk. Gjë interesante që është nga të gjitha cepat e Shqipërisë, shkolla 9-vjeçare Myredim Bashalli në Lind Pogradec. Një çmim tjetër është për shkollën 9-vjeçare Pano Nikola Meniko Himar
Suksese. Dhe çmimi i fundit është për shkollën 9-vjeçare Fark e Vogël. Suksese. Faleminderit. Atëherë, meqense ky ishte një konkurs kolektiv, pra i përgatitur si klasë, dua të sqaroj që edhe çmimi është kolektiv. Pra çmimi monetar është për gjithë klasën, për t'u përdorur sipas nevojave të tyre, ndërsa kemi edhe një çmim individual për mësueset, për ndihmën, angazhimin dhe në formë vlerësimi për si? Shkolla Çuk. Shkolla Çuk. Ska problem. Menduam që si ishit. Do bëni një foto grupi ndoshta? Apo, qofse ju nxe. Faleminderit, ulemi atëherë. Faleminderit, urim edhe një herë. Konkursi i radhës është ai për klasat e 8-ta, i cili i kërkoi nxënësve të realizonin fotomontazhe ose meme me temën e javës globale të paras, pra flasim zgjuar për paran, 100 vjet monedhë kombëtare. Gjithsej në konkurs u paraqitën 120 fotomontazhe të realizuara nga nxënës të 60 shkollave 9-vjeçare të vendit. Fotomontazhet kërkoheshin që të kishin pak sens humori, të kombinonin pra mesazhet me imazhet në mënyrë që të ngacmojnë ose të në një farë mënyrë të trajtojnë temën. Fotomontazhet fituese u përzgjodhën nga një juri e përbërë nga organizatorët e javës së paras, së bashku me Bankën Kombëtare Tregtare, e cila mbështet dhe sponsorizon çmimet për këtë konkurs. Ndjekim në ekran 5 fotomontazhet fituese, të përgatitura nga Sirius Bajraktari, Shkolla Kongresi Manastiri Tiranë, klasa e 8. Stivi Gjeci, Shkolla 9-vjeçare 14 Nëntori Durrës, gjithmonë klasa e 8. Aurora Miri, Shkolla Hotiri Shkodër. Glauk Mulla Jonuzi, Shkolla 9-vjeçare Imelda Lambertini Elbasan. Dhe Anja Polloçi, nga Shkolla 9-vjeçare Mostojnëtorja e Parë Shqipe Korç. Ftoj fituesin, nxënësit fitues të ngjiten në skenë, si dhe kam kënaqësinë të ftoj drejtorin e përgjithshëm të Bankës Kombëtare Tregtare, zotin Sejhan Penkapligjil, të jap çmimin për fituesit. Faleminderit për nderin. Janë me emër, without names. Okay, this is for you. Janë anonim, pa emrin. I like your hair. Atëherë urime dhe suksese të mëtejshme. Faleminderit. Mund të merrni edhe nga një zonës. Konkursi i radhës. Doja të bëja një parantezë. Përpara se të kalojmë në konkursin e radhës, ku shpallim fitues, desha të ndalesha pak në një tjetër konkurs, i cili është pjesë e kësaj jave, por zhvillohet në datën 26 mars. Ai është Quizi Evropian i Paras, i cili organizohet prej vitesh tashmë nga Banka e Shqipërisë, Shoqata Shqiptare e Bankave dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Është një konkurs i cili dedikohet fëmijëve, nxënësve të klasave të 8-ta dhe të 9-ta, pra 13-15 vjeç, duke i nxitur ata të mësojnë më shumë dhe të kenë të rrisit pra të rritet edukimi financiar i tyre.
Konkursi, faza kombëtare do të mbahet në datë 26 mars, ndërkohë që faza kombëtare, faza e dytë, do të zhvillohet në data 18-19 mars në Bruksel. Udhëtimi i skuadrës fituese, të shoqëruar nga mësuesi, do të sponsorizohet nga Banka Raiffeisen. Dhe tani kalojmë në konkursin tjetër ku do të shpallim përsëri fitues. Konkursi i katërt në radhë është ai i videos më të mirë, me temë flasim zgjuar për paranë. Ky konkurs i ftoi nxënësit gjimnazistë të realizonin video të shkurtra, pra deri në 2 minuta, në mënyrë individuale ose në grup për të trajtuar temën. Videoja gjithsej në konkurs u paraqitën 82 video të realizuara nga 175 nxënës të 40 shkollave të mesme të vendit. Fituesit u përzgjodhen nga organizatat, nga institucionet organizuese të javës së paras, si dhe nga Banka Union, e cila sponsorizon çmimet për fituesit. Le të ndjekim fituesin e vendit të tretë, e cila është një video e realizuar nga nxënëset Amina Brasha dhe Selma Bici nga shkolla Hafiz Ali Podgorica Durrës. Paraja së shtatë, as lojë rastësisë, është provimi heshtur i zgjuarsisë. E marrim gjithë qef, e harxojmë me nxitim, pastaj pyesim veten, ku shkoi ky fitim? Rrogën e marrim, e ndihemi si mbret, për një çast të shkret, gjithë bota na përket. Pak ditë më vonë, portofolin na thret. Pa shiko këtu, s'kema asnjë lek. Para se ta blesh, ndalu e mendo. Vërtet të duhet apo është thjesht diçka që e do? Dëshira të gënjen dhe harxhon kohë në jetë, logjika të duhet që të mbetesh i qetë. Fillon të kursesh, sa po paraja të vjen. Vetëm kështu ti suksesin e gjen. Nëse pret fundi që diçka të mbetet, çdo paraj që pate, si me magji do tretet. Paraja që fle, nuk rritet asnjëherë. Investo në dije që të marrësh më shumë lerë. Librat dhe shkolla janë ari vërtet, pasuri që s'humbet, as sot, as për jetë. Paraja së shëllim, për mjetë që të ndihmon. Flasin zgjuar sot, se koha po kalon. Ajo të jep mundësi e të hap çdo derë, kush e kupton lojën do fitojë çdo herë. Videoja e dytë fituese e vendit të tretë është realizuar nga nxënësit Klevis Kaca, Altea Beqaraj, Shejni Mataj, Elma Koka, Viktoria Gjani. Janë nxënës të klasës së 12K nga Gjimnazi Qemal Stafa në Tiranë. E ndjekim videon. Si që thash dhe më parë, sot kam bërë disa blerje te Kiko dhe te Sephora. Në një video që do të postoj në faqen time, do të shikoni një review më të detajuar të produkteve, pasi tani më duhet ta mbyll live-in. Shihemi në live-et të tjera, mirupafshim. Wow, goca merë këtë dete që fitova live të ndjeshin. Wow, te pse nuk mund të iPhone është një çka dal. S'është ide e keqe. O pjana, po pse s'na qenë për lojndarë, sonte? Po ikim. Jo, më mirë kurse i dhe investojmë në një gjë. Ja, po kush njerë qatë GPT-n shoh që do më thotë. Ua, e ke seriozisht që po pyet çatën për të ardhur këtu?
Përshëndetje të gjithëve, sot, ndryshe nga ditët e tjera, dua t'ju tregoj për diçka që mësova këtë ditë. Është shumë e lehtë të fitosh para, por është po aq e lehtë dhe ti humbasësh ato. Pra mesazhi që dua t'ju përcjell është dijani vlerën paras dhe menaxhojini atë në mënyrën e duhur. Videoja e tretë fituese e vendit të tretë është realizuar nga nxënësit Xheiden Xhika, Silda Barçi, Sibora Burreli, Flavio Milkurti, Arkis Lika, nga Gjimnazi Pjetër Budi Burrel. Ndjekim videon. Secili ka para në dorë, por jo të gjithë kanë të njëjtën zgjedhje. Siguri apo rrezik, tradit apo fitim i shpejt. Sot ata duhet të vendosin. Unë nuk dua të rrezikoj, parat nuk fitojnë lehtë. Ato do t'i vendos në bank, atë janë të sigurta. Mund të mos fitoj shumë, por fle i qetë natën. Për mua, zgjuarësia është siguri. Siguria është e mirë, por a mjafton? Nëse thjesht i ruajmë parat, ato rriten ngadalë. Ne vendosim të investojmë në një kompani. Po, ka rrezik, por pa rrezik nuk ka fitim të madh. Ne duam që parat tona të punojnë për ne. Flisnim për banka dhe aksione, unë kam tokën e familjes sime. Kjo tokë me të ardhur, me jep prodhim, me jep identitet. Unë investoj në diçka reale që e prek me dorë. Unë i lash parat në bank. As nuk fitova, por as nuk humbë. Interesi ishte i ulët, por i sigurt. Sot kam kursime dhe stabilitet. Investuam në një kompani. Fillimisht fituam shumë, pastaj tregura dhe humbëm një pjesë të madhe. Por mësuam diçka të rëndësishme. Mos investo të gjitha në një vend. Diversifikimi është çelësi. Një vit ishte shumë i mirë, një vit pati thatësirë dhe fitimi ra. E kuptova që edhe pasuritë reale kishin rrezik. Asnjëherë nuk ishte plotësisht të drejtë. Asnjëherë nuk ishte 100% gabim. Zgjuarësia nuk është të shmangësh riskun, por ta menaxhosh atë. Të përdorësh paran me mençuri do thotë të planifikosh. Të mos investosh të gjitha në një vend. Të mendosh për afatin e gjatë. Të pranosh se çdo fitim ka një rrezik. Videoja fituese e vendit të dytë është realizuar nga Gledia Bardi, Shkolla Profesionale Beqir Çela në Durrës. Ndjekim. Çfarë do të them, mund t'ju djeg pak, por është e vërteta. Paraja është pjesë e jetës sonë. Fitojmë, shpenzojmë dhe ka herë pyesim ku na ikën gjitha. Ç'kemi, unë jam Gledia dhe Banka e Shqipërisë më ka sjellë tek ju. Si të rinj, përballemi me shumë vendime financiare, që nga rroga e parë, te menaxhimi i shpenzimeve mujore, te përdorimi i kartave të bankës, apo dhe ato gjëra të tjera që na e bëjnë me sy. Pa informacionin e duhur, këto mund të kthehen të gjitha në gabime. Këtu është roli i Bankës së Shqipërisë. Ato thonë, le të flasim gjuhë për parat. Dhe unë i bëj dakord, sepse vetëm ajo që vetë mia kanë thënë deri tani është mirëpafshim. Si Banka Qendrore e Rend, ta garanton stabilitetin financiar, mbikëqyr bankat të siguron që sistemi bankar është i sigurt për qytetarët. Gjithashtu promovon dhe edukimin financiar, sepse një shoqëri e edukuar është shoqëri e fortë. Por ja ku është hidhja. Nuk do të jemi Elon Musk që t'ju marrim dorën lekë. Mjafton që të planifikojmë shpenzimet, të ndërtojmë një buxhet dhe të krijojmë zakonin e kursimit. Edhe një shumë e vogël e kursyer rregullisht e bën ndryshimin. Gjithashtu duhet të jemi shumë të kujdesshëm ndaj mashtrimeve, të mos e ndajmë kurrë pinin dhe pasurin e bankës me të tjerët dhe të informohemi vetëm nga burimet zyrtare. Ndaj, goca dhe çuna, menaxhimi i mirë i parave nuk ka besim se sa shumë fitojmë, por se sa mirë menaxhojmë ato. Le të informohemi, le të marrim vendime të përgjithshme dhe le të ndërtojmë të ardhmen tonë me siguri, sepse paraja flet, pa jemi sigurt që po e dëgjojmë atë? Dhe në fund fituesi vendit të parë, videoja është realizuar nga nxënësit Luis Saraçi, Ana Gjoka, Kesi Troshku nga Gjimnazi Qemal Stafa në Tiranë. Oh, Fatima, një kartone fiks për i kafe. Fat? Seriozisht? Kush foli Leku? Patjetër që kam nevojë për një sigjon. Po çfarë kërkon ti këtu? Kërkoj pak respekt. Ti mendon se jam vetëm kafe, por unë jam një njësi mundësie. Ju do të sot preja më rëndom, sapo keni 2 lekë në xhep me vrap për i kafe. Po hëdë mësuesi madh ti, po çfarë të bëj me ty, unë të investoj. Ti vetëm 200 lekë. Gabimi i parë, nuk ka rëndësi sa jam, rëndësi ka disiplina. Edukimi financiar nuk fillon kur bëhesh milioner, fillon tani që je trok. Në fakt, doja të regjistrohesh në kursin online për graphic design, po thash, kushton shumë. Tani po flasim, investo në tru, sa e shi vetëmi aset që nuk ta vjetë as inflacioni, as ai borxhliu për jetën, që sa kalon java nuk hap më as telefonin. Ke të drejtë, po si kur të filloj të investoj çdo ditë pak e nga pak një si ty?
Fitove, quhet interesi për bër, po e mësove këtë nuk je kur sklave e rrogës. Patjetër. Faleminderit zoti 200 lekë. Casey, mos e shtyp atë butonin. Lek? Unë jam, të flasim pak zgjuar, po shpenzon për diçka që të duhet, apo po bie prej reklamave që të bëjnë të dukesh e pasur, ndërkohë që unë po mbaroj. Është thjesht një plus. Stop, ai që të premton pasuri brenda natës, po të vjet ditën. Investimi nuk është të kesh shumë, është të dish si. Kete drejt, më mirë po të ruaj për atë shkollën që doja. Fix, tani hutohu tek telefoni dhe më fut në portofol se kam punë më dha për të bërë. Edukimi financiar fillon kur fillojmë të kuptojmë vlerën e vërtet të asaj që kemi në xhep. E vërteta është se paraja nuk vjen me një manual udhëzimi, por me një përgjegjësi të madhe. Kam kënaqësinë t'i ftoj në skenë të gjithë fituesit e këtij konkursi, si edhe drejtoreshën e divizionit të operacioneve, njëherë zjantar i drejtorisë ekzekutive të Bankës Union, zonjën Suela Bokshi. Përshëndetje, kënaqësi e madhe dhe për Union Bank për të suportuar këta talente, brezi gjimnazistëve, të cilët me talentin e tyre, krijimtarinë e tyre, na tregojnë që pse jo janë të gatshëm për të qenë edhe bankierët e të ardhmes. Shumë faleminderit. Atëherë, çmimi i parë shkon për Luis Saraçi, Ana Gjoka dhe Casey Troshku. Çmimi i dytë është për vajzat që kishin realizuar videon, Gledia Bardhi. Çmimi i tretë, Gjika, Barçi, Burreli, Kurti, Lika, grupi çmimi tjetër i tretë shkon për grupin Kaca, Beqaraj, Mataj, Koka dhe Xhani. Dhe çmimi tjetër Amina Brasha dhe Selma Bici. Përshëndetje të gjithëve, nderuar zoti Seiko, nderuar Banka e Shqipërisë dhe gjithë stafit të saj, shoqatës shqiptare të bankave, nderuar zëvendës Ministri i Arsimit, gjithë të ftuar mësues, drejtues, nxënës dhe prindër. Në emër Gjimnazit Qemar Stafa jemi shumë falënderues dhe mirënjohës për të gjithë punën që bëni mbi edukimin financiar dhe edukimin e të rinjve për kursimin për para. Unë doja të bëja diçka të vogël, një falënderim shumë të vogël dhe për nxënësit e mi të mrekullueshëm të shkollës sonë, të cilët në 100 vjetorin e Bankës Shqipërisë sjellin trofe në 100 vjetorin e Gjimnazit Qemar Stafa në shkollë, çmimin e parë, kështu që ishte pikërisht ajo periudhë kur institucionet ulëzuan. Faleminderit nga zemra. Konkursi i 5 i organizuar ishte ai ses më të mirë me temë, nga franga dhe leku i vitit 1926 tek paraja digjitale, si ndryshon paraja dhe çfarë mbetet e pandryshuar, dedikuar studentëve. Studentët u ftuan të realizonin ese argumentuese, jo më të gjata se 1500 fjalë, duke respektuar kriteret e një shkrimi akademik. Prej tyre nuk prisëm që të realizonin një përmbledhje historike, por më tepër një reflektim mbi ndryshimin e paras në këto 100 vite dhe një vizion personal mbi rolin e paras në shoqëri. Gjithsej në konkurs u paraqitën 58 punime, të realizuara nga nxënës të 12 universiteteve publike dhe jo publike të vendit. Eset fituese u përzgjodhen nga organizatorët e javës globale të paras dhe përfaqësues të Tirana Bank, e cila mundson çmimet për fituesit. 3 fituesit e këtij konkursi janë Laskarina Karaj nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Rigen Allkja nga Universiteti Aleksandër Mojsiu Durrës, Fakulteti i Biznesit, dhe Ajla Duli nga Universiteti Polis, Fakulteti i Art dhe Design. Ftoj 3 fituesit në skenë, një herazi dhe drejtoreshën e burimeve njerëzore të Tirana Bank, zonjën Blediana Karafilaj,
për të dhënë çmimet. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi shumë e veçantë që Tirana Bank vlerëson me çmim 3 studentë të talentuar, të cilët kanë paraqitur esetet e tyre me shumë kujdes të përgatitura dhe të dizenjuara, me ide fantastike, dhe ne ju përgëzojmë për kreativitetin, për përkushtimin tuaj dhe për mendimin kritik, për mënyrën se si ju e shihni vizionin e të ardhmes së financave. Faleminderit edhe një herë. Kjo certifikat shkon për Laskarina Karaj. Suksese. Ajla Duli. Suksese. Rigen Alkaj. Suksese.